kryeministri një vendi antar të NATO-s, kryeministri një vendi që aspiron për antarësim në Bashkimin Evropian, zhvillon takime apo dërgon ministra, delegacion qeveritar, për takime dhe dile me kartelet më të rrezikshme të drogës, bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë, se ato është shpallur tashmë organizata terroriste, dhe ju ofron malin e Tiranës. Ju kujtohet ju kur thanë që ajo është Sali Berisha, ajo mali i Tiranës? A ju kujtohet? Vazhduan mediat e shpifjes të bënë atë. Ja që doli, se i kujtë është mali i Tiranës. Besoj se e mësur, apo syri i Tiranës, bërët vesh atë që, po besoj se ato janë. Ndaj dhe jam këtu për t'i thënë Edi Ramës jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen sepse ti nuk mund t'jesh kryeministri i një vendi, antar të NATO-s, antar i Këshillit të Europës, kandidat dhe që ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian në një kohë kur ti zhvillon dhe takime me klanet botërore, me kartelet dhe klanet botërore të drogës. Faleminderit. Zoti Berisha, a do të ashtrini këtë çështje edhe në parlament, një alternativë për shembull të kërkoni një mocion me debat për dosjen Aruba në seancën më të afërt plenare? Faleminderit. Ju falënderoj për sugjerimin. Ju garantoj se veprimet tona do t'jenë të shumë fishta dhe të shumë llojta. Për këtë takim, që tashmë nuk e mohon do të kush. Tashmë është i shtamposur në regjistrimet e antimafjes italiane. Dhe unë e falënderoj shumë, se ajo, qofse gazetari ka publikuar ato, do të thotë se antimafja ja ka dhënë, se ai nuk ja u ka rrëmbyer, nuk ja u ka vjedhë. Ata kanë bërë një shërbim të madh. Kështu që ai do jetë vetëm një akt. Po akt tjetër, nëse Rama nuk jep dorëheqjen, do të jetë një padi në SPAK, por do shohim tani ligjit ndërkombëtare me shpallën e karteleve si organizata kriminale, nëse mund të bëhet padi dhe në gjykatë ndërkombëtare. Për ne, ky takim do të është detyrim madhor para çdo shqiptari, qytetarëve të rajonit dhe të Europës, për të bërë transparencë të plotë. Shqipëria ka një kryeministër dhe ministra të cilët udhtojnë me charter 13.000 milje për të takuar bost shqiptar dhe latinoamerikan të drogës. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Në fakt do doja t'ju korrigjoja për nisjen tuaj të konferencës, sepse vetëm në momentin që flasim janë rreth 8 televizione informative që po e pasqyrojnë konferencën tuaj dhe e njëjta gjë edhe ditën e djeshme. Ndërkohë, dua t'ju bëj një pyetje lidhur me aksionin në parlament. Partia Demokratike ka deklaruar apo ka patur si kërkesë kryesore në seancën e ditës së mërkurë që duhet të përsëritet seanca plenare ku votua programi qeverisës. Du ta artikuloj Partia Demokratike këtë kërkesë mbase edhe në institucionet tjera siç mund të jetë gjykata kushtetuese, pra a do të bëj një kërkesë, duke qenë se edhe ju vetë personalisht e deklaruat edhe në Kuvendin e Shqipërisë, pra që do të vijoni të kërkoni? Pyetja e parë. Së pari, unë kam respekt për çdo gazetar që vjen këtu në konferencë shtypi. Por, unë di që ju përfaqësoni një televizor dhe jo amën e qeverisë.
është ama ajo që monitoron. Prit një minutë, është ama ajo që monitoron. Jo, unë jam gazetare, kur flas sipas verifikimeve, pra deri në këtë moment. Dakord, është ama ajo që monitoron, po se e dha në një moment, pa shif lajmet sa japin. Kontrollo edicionit e lajmeve të mediave që i kontrollon qeveria sa japin këtë gjë. Kontrollo sot titujt e gazetave dhe portaleve sa e kanë Arubën. Edhe pastaj më thuaj, si jo, merri titujt sot mëngjesit, sepse Aruba ka 3 ditë që po zgjen, që ka dalë, ka shpërthyer, ka eksploduar. Ndaj dhe unë e nisa konferencën duke denoncuar censurën. E dyta, po, ne kërkojmë dhe do kërkojmë. Ne e dorëzuam edhe në gjykatë kushtetuese. Dhe natyrisht, kjo është një kërkesë e ligjshme. Mund të them ju, a ishte një skenar tani shumë i qartë. Shkoju pyesni. Asnjë deputet socialist nuk ishte përgatitur një fjalë. Asnjë nga ata që quhen ministra sot s'kishte përgatitur një fjalim. Që të gjithë kishin ardhur në funksion të atij skenari provokimi. Po nëse njeriu provokon me kushtetutën, provokon me rregullat e parlamentit. Dhe ka të tjerë që thonë se opozita ra në kurth, unë u them atyre zotrive dhe atyre që mendojnë kështu. Opozita mbron kushtetutën, opozita mbron parlament dhe rregulloren, dhe u përgjigj në mbrojtjet e saj. Sigurisht që do insistojmë në kërkesën tonë. Ndërkohë nga ana tjetër, ju vetë personalisht keni refuzuar që të flisni për emra për Bashkinë e Tiranës, por duket se në radhët e demokratëve, por edhe më gjërë, ka nisur që të artikulohen emrat e parë. Për shembull, një nga emra që unë personalisht kam dëgjuar është edhe emri i bashkëshortes ish deputetit të ndjerë të Partisë Demokratike, Gerd Bogdanit, Edlira Çepani, që është artikuluar jo vetëm në radhët e demokratëve, por edhe më gjërë. Ju vetë, zoti Berisha, do ta merrni një iniciativë për t'i bërë një ftesë? Faleminderit. Unë kam, ju përgjigja dje pyetjes suaj, unë kam ngarkuar një grup prej 3 personash që do të negociojnë me partitë e tjera për emra. Jo, më falni minutë. Do t'jetë Flamur Noka, Belin Kliçi edhe zoti Ilir Ali Mehmeti. Do jenë përfaqësuesit tanë në